Selam aleikum hoxhë nderuar, a na pranohet agjërimi nëse nuk e falim namazin? Të ruajt Allahu ty dhe familjen tënde. Wa alaikumus salam wa rahmetullah. Amin edhe ju. Agjërimi insha Allah pranohet. Shpresojmë tek Zoti i gjithësisë pranohet. Agjërimi është shtyllë e Islamit. Namazi është shtyllë e Islamit. Namazi është më i rëndësishëm se agjërimi. Dhe unë e këshilloj çdo njërin që ti, i cili ri gjatë gjithë ditës pa bukë, ri gjatë gjithë ditës pa pirë ujë, për hir të Allahut lartësuar, pse nuk e fal namazin? Namazi është më i lehtë se agjërimi. Atë pranohet agjërimi nëse ti nuk e fal namazin. Shpresoj tek Zoti i gjithësisë që të pranohet. Por fale namazin, sepse namazi është shtylla më e rëndësishme mbas shahadetit. Allahu subhanahu wa taala në shumë ajete kuranore ka urdhëruar që ta falim namazin. Prandaj vllai nderuar, motër e nderuar, të këshilloj që ta falësh namazin. Sot është shumë e lehtë ta mësosh. Pra nëse në të kaluarën mund të justifikoje, thoje nuk e di, sot është shumë e thjeshtë. Në internet shkruan falja namazit për fillestarët dhe e mëson. Nuk e mëson dot, lexoje në letër. E rëndësishme fale namazin. Dhe je i qetë. Edhe në botën tjetër, je i qetë, sepse je bind Allahut subhanahu wa taala. Je përgjigj urdhrit Zotit gjithësisë, ku Allahu urdhëron fale namazin. Agjërimi është shtyllë e Islamit. Namazi është shtyllë e Islamit. Pra janë dy shtylla të ndryshme. Që e lut Zotin e gjithësisë që na e mundësoj ta falim namazin dhe ta agjërojmë Ramazanin.